Hey, pa shikojni atë pestiksidin. Është shumë e bukur. Theuni në punë Mordembela. Bëni sikur s'keni parë ndonjë robot hamstar. Hey, Botanix, na pëlqen të shojmë duke punuar ylli. Po ju bëj një prerje të shkurëve, njësoj si vetja ime. Dhe jam mbaroj. A më bën dhe mua? Sigurisht, buzëqesh pak? Tani po kopsh të bukur. Sa të shkon jeshilja? Jeshile? U lova me jeshile! I përqen do njarit këtu jeshilja? A kujt nuk I pëlqen jeshilja? Jo! Oh, dhe verdha është e mirë dhe portokallia? Kujt tjetri përqen jeshilja? Në të afme shumë të afërme, do të lindi një epokë re. Robotët do jenë shokët tam, të gjithë në fund t'ja dalin ban. Shumë fuqi speciale kanë ata. Qindra modele do t'i gjesh, me njësi emocionesh do t'i kesh. Të mira me të keqen për plasën në luft. Në të dit, dhe t'i ke një robot që I cili s'ka fik. Tubik, paku fijan fuqita. Tubik, nëse rash të jeni atë. Tubik, nëse qitë më mirë të ken frik. Robota për Tubik. Kur I madh dhe unë vendosëm të mblidhnim plaçkat dhe të iknim çiktej, nuk ma merrte mendja se do të përfundonim në një vend që unë e ndërroja. Hë? Një Brutix dhe një Detectis? Wow! Një Propelix! Ja dhe një tjetër! Connor, ke kujdes. Mirë. Më fal babi, por ti e di sa I dhonja mund pas robotëve. Po, e di. Dhe besoj se në të dy do shohim shumë robot atje ku po shkojmë. Çfarë? Pse ku po shkojmë? Besoj se mund ta mbajmë të fshetë. Pleva një shtëpi atje ku ke dashur gjithmonë të shkosh. Qyteti Flusk? Do të jetojmë në qytetin Flusk? Ka po aq robot sa dhe njerëz atje. Shkëlqyeshëm. Sigurisht, Në vend shkëlqyeshëm. të hidhesh në shpikjen më të fundit të biznesit, duhet të provosh Hot Twix-in e ri. Me Hot Twix, udhëtimi nuk ka qenë kur marrëdhëtues kaq. E re nga Robix Corp. Libri yt po më duket I mërzitshëm. U qën ka manuali I riparimit të robotëve. Nëse dua të bëhem sa gjysma e Helës, duhet ta mësoj përmendesh të gjithin. Libri im ka shumë piktura. Edhe imi, me qindra vizatime robotësh, diagrame dhe... Robotët janë më të lezetshëm kur s'ke pse mban mend gjithçka përmendesh. Habi, lajme të freskëta. Ndërvimi robotëve. Kështu po e quajnë autoritetet përkatëse incidenti shqetësues që ndodhi sot herët në mëngjes. Një robot Botanix u tërbua duke bërë kërdin në qendër të qytetit Flusk. U kërkua një skuadrile rreshterit civik për të nënshtruar makinerinë rebele. Vetëm disa momente pas... Habi, shiko, dikush ndodhet para shtëpisë bosh. Po, Dondon, kush është? Ej, një djalë I moshës tënde. Të ketë ndonjë robot van? Duket simpatik. Dondon, gati për një mision? Sigurisht. Fluturo sipër, hidh një sy dhe zbulot ç'të mundësh. Ta ndroni do filloj punën. Më duket çuditja nis nga e para gjithmonë në një vend të ri. Po, mora gjithë gjërat e mia me vete që të ndihem si në shtëpi. Prap se prap, diçka më mungonte. Connor, mund të më duhet ndihmë këtu. Më fal babi, do të zbres me një herë. Agenti Dondon po raporton. Këtu lart s'ka asnjë robot. Marrje. Nëse jeton në qytetin Flusk, duhet të ketë e pakta një robot. Vazhdo kërko, diku duhet të jetë. Marrje. Babi, si thua sigur të bëjmë pak pushim për të parë qytetin. E pjatë? Po na spionojnë robotët. Babi, prit. Do kundër sulmojmë. Kap diçka dhe më ndihmo ta heqim qafe. Manovra rapise. E përsëris manovra rapise. Po më të
Je mirë, Bir? Jam shumë mirë me përjashtim të kësaj gjungës së madhe në kokë, papa. Misioni u përmbush. Kjo gjëja këtu nuk do na spionoj më tani. Ndaj hidhe me plerat e tjera dhe eja t'i kthehemi punës. Po sikur unë... Ej, lëshoje! Ha? Don, çfarë të bëri? Unë? Nuk ishte faji im. Unë ju... Don, ngrihu! Të lutem, thuaj diçka. Don, përse nuk lëviz? S'kishte se si të më shpëtonte mundësia për të punuar me një robot. Don! Të lutem, më lër ta shoh një herë. Kujdes! Mos u shqetëso, mund ta rregulloj unë këtë. Ke rregulluar shumë robot? Jo, ky është i pari për mua. Çfarë? Lëre fare, s'ke për të praktikuar tek shoku im. Nuk e di si të lash t'i afroheshem atje. Don është mirë, thuaj diçka Don. Wow, nuk funksionon mirë zëri. Unë mendoj se mund ta rregulloj pas një problem. Harroje, do ta çoj Dondonin te Body Spit. Body Spit? Më dëgjove se ç'të thash. Shkojmë. Por babim, duhet Eja! Por Ima do të më vras. Tani. Të lutem më lësho. Connor! Ku ti jetë futur ky djalë? Connor! Sigurisht që babi po dirësinte duke mbajtur rrobat. Harrova gjithçka për të, kur mora vesh se po shkonim në vendin më të papar në qyteti Fusk. Çfarë është Body Spit, abi? Dyqani më i mirë i riparimit të robotëve në qytetin Flusk. Hela di gjithçka që duhet ditur për robotët. Me të vërtet? Ke për ta parë? Wow! Sa shumë robot që paska! Hey, ai roboti atje blu është një Acoustics. Çfarë forme çuditshme. Pi një mix mat. Hey, a djalosh? Herën tjetër do të marr para për shëtitjen. Ha? Wow! Saloni Robix Corp. Nuk po arrit ta besoj. Kanë modelet më të fundit këta. Wow! Jo, ndalo! Kthehemi pas. Hela, do bëhet mirë Dondoni. Mua nuk më duket mirë. Nëse nuk bën, mos e hidh në plera. Mund të përdorim qarqet. Të riqe pas atë që the Monk. Mirë, në rregull. Shumë e pazakon. Vete ka bër? Po, ai e bëri. Të gjithin vet. Unë as që preka me dorë. Është goxha mirë. Jo shumë zotërues robotësh mund bëjnë një punë riparuese të tillë. E vërtet, unë mbeta pa fjalë. Ndoshta puna e tij është mbreslënse, por si njeri nuk është se më lën ndonjë mbres të madhe. E dija që Abi ishte mërzitur me mua. Por s'po dëgjoja. Po shikoja gjithë pjesët e robotëve dhe veglave. Pikërisht, atëherë pash atë. Në fund të Body Spit, i mbetur në një grumbull plerash skrapesh për metali. Ishte dikush që mund të më ndryshonte jetën. Çfarë po shikon? Aty s'ka ndonjë gjë të madhe, është vetëm Kubiksi. Kubix? U përpoqëm të gjithë, por asnjëri s'arriti ta rregullonte. Është i mrekullueshëm. Ndoshta ka qenë dikur, por tani jo më. Thjesht nuk punon. Edhe Hela hoqi dorë prej tij. Me siguri duhet të ketë një arsye që ajo nuk e ka hedhur atë. Mirë, po ti çfarë roboti ke? Unë nuk kam asnjë robot. Si? S'ke robot? Çfarë zgënjimi. Mos shpreso shumë për një Kubiks, sepse ky bukuroshi ishte i vetmi që prodhuan. Më vjen mirë që u riktheve. Bëre një punë të mirë duke i gjetur çfarë nuk shkonte, Connor. Ti mund të nevish në punë. Ndoshta do të pëlqente të punoje në Body Spit? Wow! Jo ndoshta, por unë dua. Më thuaj ku të firmos me një herë. Hela, por Connor duhet të kaloj provën e fillimit, po ashtu si kemi bërë dhe ne. Shumë e drejtë. Ai duhet të bëjë gjithçka si të tjerët. Duhet të rregullojë një robot për 24 orë pa ndihmën e askujt. Nëse s'ia del dot, sfutet këtu. Po. Dakor. Fillon nesër, ndaj bën mirë të hedhësh një sy vërdall dhe të zgjedhësh një robot, Connor. Shumë bukur. Unë dua ta provoj të rregulloj atë. Kubiksin. Si the? Çfarë? Kubiksin.
dikush tjetër do të jetë. Një robot u çmend sot në mëngjes në qytetin Flusk. Dhe kjo mund të ketë vetëm një shpjegim. Soleksi! Kolosal! Mëngjesin tjetër, unë u zgjova shumë herët për të shkuar në Bati Speed dhe për të filluar punën me Kubiksin. Mund të thoni që mëngjesin hëngra me të katërta. Shemi më vonë, babi! Connor, a e mbarove mëngjesin? Po, babi, ishte shumë i mirë. Unë kam vetëm 24 orë për të rregulluar një robot. 1440 minuta dhe më duhen të gjitha për të rregulluar Kubiksin. Mirë, Connor, me sa shoh po punon shumë, a? Po, është shumë e vështirë. Mua ma thua. Pra, pse zgjodhe Kubiksin? Në fakt, është pak sa e çuditshme. Duket sikur zgjedhjen nuk e bëra unë, por ishte Kubiksi ai që më zgjodhi mua. Si thua për një dy ndihmësa, a? Forca djema! Njerëzit nuk të ndihmojnë dot, por nuk ka që nëse t'japin një dorë zoti rregullues dhe zoti diagnostik. Të faleminderit. Në shërbimin tuaj. Vetëm na thoni se ç'ju duhet. Ç'kemi djema? Ç'kemi? Hey, keni ngrënë mëngjes? A ka ardhur ai i riu? Po Connor, mirë je? Unë kam gjithçka në kontroll! Faleminderit që pritët. 8 petula gati për të Jo, kjo gjë shkon atje. Mendon se ajo do të haj 8 petula? Faleminderit që pritët. Robotët. Orët fluturonin një nga një. Të rregulloje Kubiksin ishte më e vështirë nga që mendoja unë. Mongu, Abi dhe Chipi ishin gjithë pasditën aty, duke punuar me robotët e tyre. Her pas here, pata përshtypjen se po më ruanin edhe mua. Ata nuk thanë gjysmë fjale, por disa qaste më vonë kuptuan se unë i doja robotët po aq shumë se sa ata. Suddenly, dreams don't feel so out of reach. Suddenly, challenges seem easy. Suddenly, the world's full of possibility. Starting out on your own, but no one has to be alone. Friends can make it feel like home. Suddenly, whoa, suddenly, yeah, suddenly. Më falni. Ti e bëre atë çip? Po, ma kalon dot? I fitove. Connor, do që të rrim dhe ne? Jo, faleminderit. Ju i dini rregullat. Unë duhet ta rregulloj vetëm. Po, miru pafshim. Po, pa çfat. Natën e mirë. Në rregull, shihemi më vonë. 11 orë dhe 8 minuta më kanë mbetur. Ndërtim ka një jetë që e bën trafikun lëmsh. Dyqani i ri i petullave. Nëse do rri këtu, më mirë të rri pas një filxhani kafeje me çokoladë. Detektori Solexit duhet të funksionojë. Besoj se ka vetëm një mënyrë për ta zbuluar. Ja ku është, më në fund e gjeta Solexin. Erdhi momenti kolosal. Një çokoladë dhe një kafe të mesme për me vete. Mendoja se robotët ishin të zgjuar.
Ma jep të. Kjo nuk ishte porosia ime. Çfarë është kjo? Një Weldon Fix. Punova me Kubiksin deri në minutën e fundit, por gjithçka ishte e kotë. Koha kaloi dhe 24 orët e mia mbaruan. Hej, unë u përpoqa, por më vjen keq që nuk të rregullova dot Kubiks. E po, është më mirë që unë të largohem. Connor, ndoshta ne mund t'i shkelim pak rregullat. Po, merr një robot tjetër dhe e provoj sërish. Po, Kubiksi është i vështirë për të rregulluar. Këtu ka shumë robot të tjerë. Përse mundohesh me Kubiksin kur mund të rregullosh një me lehtësi? Nuk është Kubiksi, por jam unë. Unë nuk jam aq i mirë sa duhet. Unë ndjeva shumë keq për dështimin e fillimit. Tani unë nuk do të punoj dot në Batis Pit, por unë ndjeva akoma më keq që zhgënjeva Kubiksin. Ishte njësoj si të zhgënjeja një mik. Mendoj se edhe Chipi, Mongu dhe Abi unë ndjen shumë keq. Por unë e dija që duhet të ikja. Rregullat janë rregulla. E po atëherë, Lamdomir Kubiks. Ti do t'ishe një shok shumë i mirë. Pra, kjo ishte një Lamdomir. Ose të paktën, kështu mendova unë se ishte. Dekord, tani më duhet ndihma e të gjithëve. Ta vëm në tavolinë. Me kujdes. Ngadal Djema. Dekord, ta hapim dhe ta shohim se ç'problem ka. Unë shkëlqyer, kolosal kape fort, mblidha dhe ikim. Shpejt, shpejt. Nëse ne nuk bëjmë diçka, ata do të ikin. Kubiks! Jo, Connor, ndërtesa nuk është e sigurt. Unë nuk mund të lija Kubiksin atje, sikur të mund të hipja në platformë. Forza! Nuk po arria ta besoja çfarë po shikoja, edhe dëgjoja. Shok. Kubiksi është rregulluar. Dhe Connor e fitoi punën. E rregulluan Batpitin sa hape mbyll syt. Ishte e lehtë, për mendimin e Kubiksit. Ende nuk jam i sigurt se si e rregullova, por isha shumë i sigurt se nuk ishte surpriza e fundit. Nxitoni, Weldon Fixi është në qendër. Ikim çuna. Jam pas teje. Edhe unë. Kubiks, do doja të kishim një motor. Motor. Shumë mirë Kubiks, mund t'ja mbathim. T'ja mbathim. Le t'ja mbathim. Wow! Çfarë
Qëfar? Ej, ç'është ajo gjëja? Është Kubiksi! Po, na e kaloj. S'ndiheshe vetë këto ditë, apo ja? Problemin mund të gjej një kirurgji eksploruese. Mos o mërzit se nuk do të ndjesh gjë. Jam i sigurt se operacioni do të ketë sukses edhe pos jetove. Sorexil! Përse po kërkon ta vjedhësh atë robot? Se jo, kolosal! Largo që! Kjo ishte jashtëzakonshme, Kubix! Po, gjithashtu edhe kjo. Kolosal, po do le këtu ti s'pastrosh. Ai po ambaf! Kubix, ti mund të dalësh! Mund t'ja dal! Nxito, Kubix! E po, besoj se Weldon fiksu kthye në normalitet. Aha. Po, Connor, ti dhe Kubiksi na shpëtuat vërtet. Ato që bëm ne, do ta bënte cili do tjetër. Pra, do të bësh pjesë dhe ti në grupin ton apo jo? Atëherë, si thua? Pra. Po, Connor. E po, nëse ju këm ngulni. Tani, vetëm duhet i them Timeti që kemi një robot të ri në familje. Edhe unë mendova që të rregulloja Kubiksin ishte e vështirë. Mesazhu, misioni juaj pati sukses. Po. Por si ishte gjelet sa mendoja, e thitha Solexin nga jo kohë me bulona. Por një djalë me robotin e tij u përpoj të më ndalonte që të mos ta merrja. Duhet të përdorja gazin tim kundërbues. Mban akoma erë. Se morëm vesh për Solexin, apo jo? Sigurisht që jo. Mirë, Solexi duhet të mbetet sekretin, derisa ato i momentit të hull.